Mark Nika, xhaxhai i Alex Nikës, një prej protestuesve të vrarë në protestën e 20 janarit 2011, është paraqitur sërish në ambientet e SPAK, rreth 2 muaj pas 15 vjetorit të tragjedisë. Ai ka përsëritur thirrjen për hetime të shpejta dhe të plota, duke theksuar se dosja vijon të mbetet pa përgjigje përfundimtare, pavarësisht se kanë kaluar afro 15 vite nga ngjarja. Sipas tij, drejtësia duhet të zgjerojë hetimet dhe të marrë në pyetje edhe personat e tjerë që mund të kenë ndjeni për atë që ndodhi. Në kuadër të hetimeve janë marrë në pyetje një sër ish zyrtarësh të lartë, mes tyre Sali Berisha, Bamir Topi dhe Lulzim Basha, por deri më tani nuk ka persona të rinj të akuzuar për të gjitha viktimat. Nuk e di pse veprohet kështu. SPAK-u thotë po punojmë, kështu është edhe deklarata e kryeprokurorit. Po presim tash, ato kanë dorë se si do shkojë hetimi i kësaj. Ne kemi vërejtjet tona, thash, ne kemi pretendimet tona se është zvërit në atë formë që janë 15 vjet. Kënoj vitin e 16 se kjo çështje është në sertarët e drejtësisë. Thirrën gjithë personat që kanë ndjeni, nuk janë thirrën personat që mund të japin informacione eksakte se si ka ndodhur ngjarja. Duke filluar qoftë edhe përmirësit e shtetit që kanë atë kohë, duke të kryeministrisë, gardës e tjerë. Nga 4 të vrarë në bulevard, Ziver Veisi, Faik Myrtaj, Hekuran Deda dhe Alex Nika, drejtësia ka arritur të dënojë përgjegjës vetëm 2 prej tyre, ish komandantin e gardës Andrea Prendi dhe Agim Lupon, të cilët janë dënuar, ndërsa për vrasjen e Alex Nikës dhe Hekuran Dedës ende nuk ka një përgjegjës të identifikuar. Dosja e 20 janarit u rikthye për hetim në SPAK pasi familja Nika kërkoi shpadhjen e mos kompetencës nga prokuroria e Tiranës me synimin që çështja të hetohet nga strukturat e posaçme. Hetimet vijojnë ndërsa familjarët kërkojnë zbardhjen e plotës së vërtetës dhe vendosjen e drejtësisë për të gjitha viktimat.